por kanë frikë sepse e dinë që generali është shumë më tepër se sa një ambasador, paktën për nga eksperjenca, se unë mund ta di se cilat janë objektivat e tij reale, se nuk kam qenë ato mbledhjet, por nga eksperienca e tij është shumë më tepër se ambasador, ka qenë siç thash një herë drejtor i një shkolle ku kanë marrë instruksione dhe udhëzime dhe shkollim të gjitha ata që merren me counterinsurgency ose që quhet me shkatrim të sistemeve të brendshme kështu më radh. Mundet të ketë edhe fatin e David Kostelançik që e përmendët edhe pak më lart edhe që ai kishte bërë një shkrim pak ditë më parë që në fund fare pastaj kur ne gjithë po prisim që po vjen ambasadori, lobigjet e ndryshme apo çfarë ndodh në prapasken e penguan dhe nuk ndolli. Nuk mendoj që është ky rasti. Unë mendoj që ky është që generali do të ketë një proces relativisht të shpejtë. Duhen kuptuar që përtej lobingjeve, përtej gjërave të ndryshme, sistemi amerikan është ndërtuar në një mënyrë të tillë që senati e ka në dorë të ritmin e ecjes. Dhe senati amerikan nuk merret vetëm me çështjen e Shqipërisë, merret me dhjetra dhe qindra çështje të tjera. Shumë prej tyre janë çështjet politikës brendshme amerikane ku ka një luftë fortë. Për shembull, shumë pak njerëz në Shqipëri mund ta dinë që senatorët republikan jo më pak se sa dje, jo më larg se sa dje, u larguan, shkuan herët me pushime, janë pushimet e ditës përkujtimore të dëshmorëve, të hënën që vjen, u larguan e mbyllën këtë sesionin e shkurtë përpara sepse kishin të pakënaqur me një veprim të administratës Trump. Pra, ka shumë dinamika brenda të cilat nuk janë pjesa e asaj që shpjegohet. Jo gjithmonë gjërat janë ashtu siç duken, por në këtë rast, në gjykimin tim, unë mendoj që brenda pranverës do të kemi konfirmimin e generalit dhe generali do të konfirmojë. Grit, ju e përmendet pak më lart dhe situata në Trojetona, e cila nuk ndodhet në momente të mira, kemi trazier Maqedoninë e Veriut, një situatë, një ngërsh politik të tezjatur shumë në Kosovë, në Preshev kemi folur edhe më parë, vazhdon pavarësisht edhe rezolutusi miratua në Senatin Amerikan pak muaj më parë, problemet vazhdojnë aty. Shihni zgjidhje në Prishtinë dhe në Shkup? Nga pikpamja më e gjerë, siç e dini sepse e kemi diskutuar bashkë këtu, unë jam i mendimit që boshti i shqiptarisë është zhvendosur tani më nga Tirana, që ishte kryeqyteti i vendit am, nga pritej që të vinin të gjitha gjërat më të mira të shqiptarisë, në boshtin Prishtinë, po themi Shkup, se Shkupi është kryeqyteti edhe i Iliritës. Megjithatë duhet të ndalem pak tek protesta e studentëve në Ilirit, që është një protestë jashtëzakonisht shumë e drejtë, që është në një lloj sensi është substanca më e mirë që prodhon populli shqiptar janë ata studentë që përplasen me një regjim albanofob, të ashtu quajtur të Maqedonisë Veriut, që është një shtet i konstruktuar artificialisht, është ndërtuar artificialisht, përballen me një shtypje të thellë, me mosbarazi, me gjithë se ka marrëveshje, me gjithë marrëveshjen e Ohrit, edhe me gjithë marrëveshjet e botës, ata të ashtu quajturit Maqedonas nuk kanë dëshirë që të bashkëjetojnë me shqiptarët, kanë dëshirë të sundojnë shqiptarët, dhe reagimi atyre studentëve për pos kapjes së Paris në Iliri. Kjo është gjë më e rëndësishme. Ata veprojnë për pos kapjes, një pjesë e Paris në Iliri, edhe ata që kanë luftuar janë kapur se kanë zënë rehatin e legëve, kanë zënë rehatin e tendereve, kanë zënë rehatin e bizneseve, kanë bashkëpunuar me të ashtu quajturit Maqedonas dhe me regjimin e tyre albanofob. Për arsyet veta meskine të vogla. Studentët përfaqësojnë atë çka është më e mira, studentët në Ilirit flas, atë çka është më e mira e kombit shqiptar. Ata duhet të jenë ylli polar. Nëse shqiptarët në Shqipërinë londineze, në Trungun Am, duan të shohin, duhet të kenë dikë si etalon, si yll, si shembull, duhet të jenë ata studentë. Ata studentë që përballen pa frikë, ata studentë që nuk lejojnë Karagjoz t'u marrin protestën nga dora. Ishte një Karagjoz atje
që e nxori veten përpara kamerës. Ka shumë në protesta të tilla, ka shumë përpjekje karagjozësh dhe legenësh politik edhe jo politik, që dalin në krye për të marrë një famën e 15 minutat e famës momentit. Nuk lejuan kënd që t'ua marrë protestën, janë duke u sjellë në mënyrën më shqiptare të mundshme. Ndaj, ata meritojnë falenderimin kombëtar, sepse po luftojnë për gjuhën shqipe, po luftojnë për një të drejtë që nuk ka nevojë as për ligj. Ligjet ekzistojnë. Thjesht, ashtu quajtërit Maqedonas nuk duan që të bashkëjetojnë me shqiptarët kur shqiptarët kanë të drejtat barabarta. Ky është fakti. Të gjitha përpjekjet e tjera e kanë treguar veten që nuk janë të frytshme, sepse fatkeqësisht Maqedonasit nuk i duan shqiptarët. Është një problem i tyre, është një problem që ata herë tregojnë haptas dhe herë tregojnë në mënyra të tjera. Mund vazhdoj kjo bashkëjetesë në këtë çift? Kjo mbetet për të parë, varet nga shumë çka, siç dihet popujt e vegjël nuk i kanë fatet e veta në dorë, por unë aty shoh një farë jashtëzakonisht shumë të shëndetshme të shqiptarisë dhe uroj jashtëzakonisht shumë që të mos kapet, të mos prishet, që të mos alejoj veten që të infiltrohet nga njerëz të tjerë, nga parti, nga grupime të ndryshme, po që t'jetë një bazë e shëndetshme e veprimit politik në Iliri.